Ballafaqim. Një emision me karakter investigativ. Në studio me shumë të ftuar, politikan, intelektual dhe qytetar të thjesht, ku do të vendosen përballë në raport me të vërtetën, premtime, fakte, analiza dhe realizime. Ballafaqim nga Besnik Sulejmani. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Mirë se keni ardhur në emisionin e përjashëm Ballafaqim, i cili transmetohet çdo të martë në orën 21 drejt për drejt në valët e televizion të Apollon. Kriza ekonomike dhe sfidat e qeverisë është tema e këtij emisioni, në të cilin do diskutojmë dhe për shumë çështje të tjera të rëndësishme si modelet apo politikat për kalimin e krizës. Do të diskutojmë për realizimin e premtimeve të qeverisë Rama pikërisht në kuadër të krizës ekonomike, si dhe për çështje të tjera të rëndësishme me të ftuarit tanë, të cilët janë special në këtë emision, zotin Vasfi Balla, specialist i fushës së ekonomisë. Mirëmbrëma, se ka ardhur zoti Vasfi. Mirëmbrëma. Zotin Ferdinand Muskaj, përfaqësuesi i shoqërisë civile. Mirëmbrëma zoti Ferdinand, mirëmbrëma. Zotin Bardhyl Salia, biznesmen. Mirëmbrëma zoti Bardhyl. Realisht Bardhyli është dhe ekonomist, prandaj diskutojmë dhe për prezantimin. Zoti Balla, kriza që po paraqitet në gjendje alarmante dhe po përfitet shumë në të gjitha takimet e kryeministrit Rama me Komitetin e Biznesit, me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të shumë institucione të tjera, është motiv për të justifikuar mosmbajtjen e premtimeve apo është reale në përmasat e saj? Parë njërë falenderojmë televizion Apollon që për ftesën që na bëri në këtë ballafaqim të rëndësishëm për ekonominë tonë. Unë do të thosha që situata ekonomike në vendin tonë sot paraqitet shumë negative. Për këto arsye. E para njëherë ka një rritje drastike të deficitit buxhetor. Ka arritur mbi pikën kritike. Kjo është një negative për ekonominë e vendit tonë. Tjetër problem që ka ndikuar negativisht në ekonominë, në ritmin ekonomike, janë edhe ritmet e rritjes ekonomike. Ky është nga 2009, që kemi pësuar një rritje ekonomike që shënon në shifrat 7.5%, edhe pas 2009-ës vazhdon në 3.7%, në 1.8%, 1.6% viti që u mbyll. Pra, këto shifrat të rritjes ekonomike tregojnë një rënje të ekonomisë. Tjetër, ngurtësimi i kredive për biznes. Pra, kredit për të dhënë bizneset janë ngurtësuara, nuk po jipen. Pra, bizneset sot për sot është në krizë për likuiditet. Ka nevojë për likuiditete. Gjë që tani për tani, siç e thash, nuk po i jipet. Detyrimisht, kjo është për biznesin është një tregues shumë i rëndësishëm, sepse nëpërmjet likuiditetit që do të marrin kredi, do të zhvillojë aktivitetin e prodhimit apo të shërbimit. Pra, do rris prodhimin, shërbimin, do punësoj punonjës. Pra, do rritë edhe numrin e punësorëve. Gjë që kjo nuk po jipet. Përveç borxheve të tjera që ka shteti, që ka qeveria për punimet e kryera që ka kryer biznesi, edhe kjo është një influencë shumë e madhe për bizneset, sepse nëpërmjet këtij borxhi që ka qeveria, karshi punimeve të kryera ndaj që ka kryer biznesi, nuk janë parat, pra nuk janë likuiduar parat. Gjë që këto biznesi apo sipërmarrësit do të mobilizonin këto para, likuiditet, për të rritur prodhimin e vet, por në të njëjtën kohë e të ardhurat në shkallë ekonomie. Gjë që kjo është vështirësuar.
dhe ka arritur në shifrat alarmante. Tjetër, tregus kryesor për ekonominë e vendit tonë që jemi dal nga dal, ne pothuajse kemi arritur, ekonomia e vendit tonë sot për sot ka arritur në recesion të plot. Pra, nuk del ajo që qeveria e re që po merë në dorëzim, e ka gjetur në një situash fush me lule ekonominë e vendit tonë. Po, këto janë tregus, sot për sot, janë tregus real që nuk do të them që do të justifikohet qeveria e re. Qeveria e re do të shikojmë kur të marrin situash se tani ka filluar dhe ajo ku të filloj nga reformat e tjera, atëherë do duket se si çfarë ndryshimi do të bëj. Sot ne flasim për qeverinë që ka kaluar, që kaloi. Këto janë treguesit. Qeveria që ka kaluar me qenë se përmendet nuk ka aplikuar paketa antikriz apo ka abuzuar me fondet publike apo dhe me investimet. Tani, modeli qeverisë kaluar nuk po themi që ka qenë modeli keq. Po, një pjesë ka patur situash jo model të mirë. Ku është ajo fakti këtyre që nuk ka... Ku ka munguar modeli? Modeli ka munguar në strukturën ekonomike të shtetit, të ekonomisë. Sepse nuk janë zhvilluar, apo reformuar, apo të ndërmerret reforma në ato struktura të cilët japin konkretisht prodhim. Për shembull, kemi strukturën për prodhim bujqësor. Nuk janë marrë reforma të thella për prodhimin bujqësor, në mënyrë që prodhimi bujqësor të rritet, sepse rritja e prodhimit bujqësor do të rrisë të në buxhet. Ka aplikuar politika mbështetëse nëpërmjet skemave e subvencionit. Ka aplikuar një pjesë, po 26 sektor. Dakor. Por një pjesë fermerët e tjerë që janë individ të ndryshëm, nuk janë fermerët të kalibrit të lartë, po janë më të ulët, ata nuk kanë punuar tokën. Akoma, pra, duhet marrë reforma nxitëse që të nxisin biznesin në prodhim bujqësor. Se një pjesë jo ulja të vëshat, po bë tani kohët e fundit. Edhe ajo e specifikuar për makineri dhe pajisje. Për makineri pajisje. Po, për të gjithë insekticidet, apo plerat, apo karburantet e tjera, nuk është bërë. Pra, ka patur anë negative në këtë drejtim. Me sa kuptova unë, ju ja faturuat qeverisë Berisha të gjithë krizën ekonomike në vend. Fakti që ajo në periudhën 4 vjeçare të vitit parë, të qeverisjes, mandatit parë, të qeverisjes punoj mirë. Pra, solli një model të ri ekonomik, duke përmirësuar tatim taksat për biznesin e vogël, uli nga 3% të xhiros, volumit të xhiros në 1.5, uli sigurime shoqërore, uli tatim fitimi. Pra, nëpërmjet reformave të politikës fiskale që ka bëri, dha një rezultat të mirë. Por, katëvjeçari i dytë, mandati i dytë, i katëvjeçarit, psoi një rënje, sepse ai model duhesh përmirësuar. Domethënë, qeveria e integrimit, që në koalicion me një tjetër subjekt, ishte koha dhe kur u thellua më shumë kriza. Po, kjo ishte si, do më thënë, që mori pjesë aleate, qeveria, se tua që liderit të Lizje Socialiste për integrim. Po, jeni dakord jo me këtë argument që ndori specialisti? Shkojnë, që sot të shtrojmë i pyetës nga fillimi, që qeveria aktuale kërkon të justifikoj vetën apo është në gjendje reale ekonomisë shqiptare sot, gjendje kritike e saj që ndodhemi, nuk kam qenë të shumë e politikë se nga erdi si erdi që erdi tek erdi, por thjesht do të flasë për ekonomi. Po, një analizë shkurtur me hajsa. Do t'i balla specialisti fushës, ka shifra, tregus. Unë duhet të them vetëm një gjë. Tash ka ardhur koha që në ekonominë shqiptare nuk kam mese me çfarë të justifikohet askush. Pra, kjo që po jetohet është një gjendje totalisht reale. Pra, është një gjendje totalisht reale
Dhe në të kundërt, ose do të themi që për më keq akoma që akoma nuk është pasqyruar realiteti i vërtetë i ekonomisë shqiptare. Që do të thotë? Që do të thotë që kriza ekonomike, neve flasim për krizë ekonomike, flasim për recesion, por ne si shtet, ky si shtet akoma nuk e ka ndjerë se ç'do të thotë recesion dhe krizë ekonomike. Por kjo do filloj do ndihet. Pra, trokitja e parë, shtetet shqiptare u bën nga FMN-ja. Pra, vizita e FMN-s në Shqipëri, ardha e FMN-s në Shqipëri, ka një kuptim goxha të madh për ekonominë shqiptare, që do të thotë që gjithë kjo krizë këtu tani fillon dhe del mbi sipërfaqe. Atëherë këtu fillojnë edhe do duken pasojat e këtij recesioni ose të kësaj gjendje të rënduar ekonomie në Shqipëri. Pasi normalisht FMN-ja duke gjatë gjithë kohës ka rënë trumpetës, duke kërkuar reformën për do t'i themi për ekonominë, pra reforma në mbledhjen e taksave, reforma në do të themi në politikat fiskale, reforma në gjitha drejtimet. Janë aplikuar dhe zbatuar reforma. Nuk janë. Reforma fiskale, reforma politikën monetare. Kur ti si shtet ke një tavan të borxhit tënd, ti mbledh parlamentin dhe e shtyn ata e bën pa limit. Ti mund ta çosh 100%. Po kjo është ligj që punon nga FMN, nga bota, nga Banka Botërore, sepse ti s'po punon me lekët tua, punon me lekët e Bankës Botërore normalisht. Po ushqesh me ato lekë. Kështu që FMN-ja vjen ditë të kthen mbrapa. Dhe kjo është do të themi, kjo është një praktikë e njohur se ne kemi këtu komshi te greku, pra e njëjta. Pra këtu problemi që se u krijoi një grop e zezë në ekonomi dhe kjo grop e zezë u mundua të mbulohej me ashkla. Mirë, po problemi është që kjo nuk mund të mbulohet aq kollaj. Pra diku do dalin do përcasin. Pra ky është realiteti i krizës ekonomike në Shqipëri. Që dua të them edhe tjetrën, kjo është akoma pjesa sipërfaqësore e saj. Pra, me fillimin e reformave ka edhe gropa tjera të zezë? Nuk po flasim tash që po babet, kjo është ne po flasim për një grop zezë që do të thotë kemi një deficit, un po them kjo është deri tani ne po është vetëm pjesa sipërfaqësore që po shikojmë dhe po flasim në ekonominë shqiptare. Pra shikojmë rritjen e papunësisë, shikojmë vështirësinë ekonomike. Është një borxh publik rreth 600 milionë dollar. Pra shiko, pjesa sipërfaqësore do të them është kjo, rritja e papunësisë, vështirësia ekonomike, do të themi shumë gjëra tjera. Ndërsa pjesa rrënjësore e saj do të ndodhet atëherë kur FMN-ja apo Banka Botërore apo vetë politikat fiskale në Shqipëri do të detyrojnë të gjithë këta njerëz që të fillojnë e të kthehen me reforma, të njëjtë gjë siç e bëri greku me reforma, të vendosin taksa të rënda, të bëjnë të gjitha drejtimet. Këto janë politika që do të vendosin FMN-ja dhe Banka Botërore. Politika. Zoti Muska, gjendja e vështirë financiare në të cilën ndodhet ekonomia shqiptare e shty në kohë realizimin e programit të qeverisë Rama apo e bën të pa realizueshëm? Kryeministri i Shqipërisë deklaroi hapur sepse ne nuk ndërtojmë asnjë kilometër rrugë në rast se nuk do të shlojmë borxhin të gjithë firma private të cilët qeveria e mëparshme o ka borxh. Sepse duke mos shlyer këtë borxh dhe duke deklaruar borxhin real siç deklaroi FMN rreth 570 milion dollar, po ti bashkangjitet edhe fondit të cilit u ka biznesit privat, tavani i borxhit është shumë i madh. Kjo ishte një politikë e ndjekur nga qeveria e mëparshme, e cila nuk rigjeneroi vende pune, pavarësisht se programet e saj thoshte se do të rigjenerojmë vende 300-400 vende pune, por kryeministri ka marrë FMN për të parë financat se ku janë, duke ngritur grupet e posaçme pune, duke studiuar, duke dhënë mendime reale, duke thirrur biznesin në politikë bërje, sepse është biznesi ai i cili me të ardhurat e tij do ndikojë drejt në të vendet e hapura të punës. Kryeministri sa ka filluar nga puna, ndihen frutet e kësaj pune. Ndihet që ekonomia do të lëvizë, sepse duke u treguar qytetarëve, sepse ky është borxhi real, duke mbledhur taksat dhe duke i vënë funksion të ekonomisë së vendit, asnjë nga ne nuk është mësuar të paguajë taksa. Ne nuk paguajmë as taks pastrimi, as taks banese. Por qeveria e mëparshme, kur opozita thoshte që duhet ulur TVSH-ja, nuk e merrte parasysh. Sepse duke ulur TVSH-ja, normalisht bie dhe çmimi. Do të lëvizin më shpejt madrat, konsumi do të jetë më i madh. Sepse asnjë partner shqiptar nuk ka drejtë lidhje me kontaktor, fabrika kryesore që të marrin prodhimet e sillen drejt në Shqipëri, po kalojnë dorë dytë, dorë tretë. Aktualisht çmimi i naftës në Shqipëri, fal aksizave, fal politikave jo të dura, është më i lartë se në Zvicër, ku niveli ekonomik është shumë më i lartë. Prandaj kryeministri është shprehur qartë, do të rigjerojë vende pune dhe
mund të shtyjen pak afatet, po është realizueshme, sepse duke shlyer borxhin e të gjitha firmave private, normalisht këto janë investime të cilat do të sillen vende të reja pune. Normalisht do të keni besim, do ta shikonin shumë shpejt që ky vend ka për ndryshuar, ndryshoj shumë shpejt, do ndryshoj jeta juaj, do ndryshoj jeta jon, por qeveria mbarshme kaloi, hodhi investime të mëdha thonë në rrugë. A keni pa rrugët, zotëri? Më dhatë një emision para disa ditësh në rrugë shkonin për Levan, pa u ndërtuar mirë është prishur. Nuk janë shkuar si duhet investimet. Qeveria nuk ka bërë politika për bujqësinë, që prodhimi bujqësor të tregtohet në Komitetin Evropian. Vërtet, janë dhënë subvencionime, janë dhënë goxha në ulli, në vreshtari, por nuk ka politika që ky prodhim nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë të gjejë treg në vendet e Bashkimit Evropian. Doja të shtoja. Po. Doja të shtoja. Në lidhje me fjalën që dha kryeministri i ri, zoti Edi Rama, për punësimin e 400.000 vende punëve. 300.000. 300.000 vende. 300 e ka deklaruar. Po s'ka rëndësi. E uli tani. Jo, është program qeverisa e punë. Nuk prish punë. Pavarësisht. Unë them se kjo nuk është reale. Nuk është reale. Sepse për të nxjerrë, për të marrë 300 vende pune, ka një kosto. Tani nuk është thënë ku janë prioritetet që do të hapen vendet e punës. Cilat janë politikat që do të mundësojnë gjenerimin e vendeve të punës. Patjetër. Po e drejtë. Nuk është thënë e shkallëzuar në këtë drejtim. Pra, se edhe kjo punësinë tjera ka një kosto të madh. Sa është kosto atë? Pra, nuk është bërë e qartë dhe e duhur. Një. E dyta. Kemë problemin e përmendi dhe Zoti Muskaj, për problemin e tatim taksat e të vëshën e këto. Unë them se në ratë parë këtu kemi një informalitet në ekonomi. Ky është faktor, është vërtet. Kjo është, ekziston një informalitet i madh. Pra, nuk kemi një ekonomi të formalizuar normalisht. Kjo ka qenë edhe vazhdon të jetë, sepse sot, po të marrësh një rrugë, vetëm pagimin e tatimit qeras nga subjektet, zë një peshë specifike shumë të madhe në të ardhur të buxhetit. Kjo, po thuaj se 10% mund të realizohet. 10% mund të realizohet e ardhura. 80% nuk realizohet, nuk mirret. Po kjo është një ardhur e madhe. 80%. Mendoni ju apo është shifër e saktë? Jo, është shifër e saktë. Po shifër unë nga me po të luftohet i formaliteti, normalisht edhe çmimet do të bien, domethënë do të jetë taksa do të rriten, duke buxheti i shtetit duke u fuqizuar, normalisht do të dalin fjalë që vendet e reja puna të hapen, sepse këto do të janë investime. Por duhet mësohen njerëzit të paguajnë, sepse një biznes këtu në qendrën e Fierit nuk ka politikë bërje, paguan njësoj si paguan një fshat tjetër. Po qëse tatohet biznesi si duhet, si pas politikave që kryeministri ka deklaruar, normalisht e të ardhën buxhetin e shtetit të rriten. Sepse do jenë të ardhur reale, do të mblidhet ajo që duhet. Unë desha të shtoj vetëm diçka në lidhje me fjalimin e kryeministrit, arsye që nuk do të shtrohet as një metër rrugë pa shlyer borxhin e biznesit. Dhe këtu lind ajo pyetja që brenda 100 ditëve a do të realizohet, a do të jetë një premtim i mbajtur apo i pambajtur. Për mendimin tim sot për sot, fusha ajo ishte edhe pyetja, kriza ekonomike. Kriza ekonomike, dakor. A fat e mbajtur për dia apo edhe pamundur? Do themi diçka tjetër tash. Në qoftë se do të themi, nëse sot kryeministri i Shqipërisë merr një vendim të tillë për të ndërprerë investimet në këtë vend, atëherë unë do ta quaj një premtim të pambajtur, qoftë jo për 100 ditë pas për 4 vjet. Arsyeja kush është? Është motorri më i fuqishëm sot për sot ndërtimin e Republikën e Shqipërisë, sepse ne nuk kemi industri sot që mund ta mbajmë ekonominë këtu. Sot e vetmja industri që kemi neve është industria e ndërtimit gjatë, cilën ai duhet që të japin, të gjenerojë energji për të ecur përpara dhe jo për ta frenuar totalisht, sepse nuk ka mundësi për të shkryer këto borxhe. Pra, thjesht është vetëm një gjë, lufta informalitetit në ekonomi dhe dhënia prioritet të gjitha bizneseve të cilat mund të gjenerojnë investime dhe para për këtë vend. Jo ndërprerja e këtyre investimeve. Nëse ndërpriten investimet në këtë vend, atëherë për mendimin tim, kjo i bie që jo për 100 ditë pas, për 4 vjet këto premtime nuk kanë për të mbatur.
Në kushtet e një ekonomie të bllokuar mund të gjenerojnë vende pune? Në kushtet e ekonomie të bllokuar nuk gjenerojnë vende pune, por kryeministri nuk e tha fjalën që nuk do të shkojmë asnjë kilometër rrugë, e tha që pa shlyer të gjithë detyrimet përpambetura, biznes, sipërmarrësve, ne nuk kemi pse të shtrojmë rrugë ku nuk kemi para në buxhetin e shtetit. Sepse duke këto rrugë që përmendi ju, zoti Muska, të lutem, janë të prekshme nga qytetarët. Janë të prekshme nga qytetarët sepse janë drejt për së drejti, sepse qytetarët, gjithë qytetarët që na dëgjojnë në studio, nëpërmjet këtyre firmave janë punësuar. Sot këto firma duhet të lënë shtëpi, sepse nuk kanë të ardhur për të shlyer. Por duke shlyer të ardhur, sepse kryeministri para se të deklaronte këtë, u takua me Bankën Botërore, me FMN-n, shkoi edhe në Bruksel, ka marrë premtimet e dhura që i ka mundësitë që Banka Botërore të japi një ndihmë qeverisë shqiptare e cila të rinjërojë vende të reja pune. Prandaj edhe kryeministri po flet hapur pranë qytetarëve, mbas e dëgjuat të takimin që patën QST, ku foli hapur për një shërbim mjekësor të kulturuar, kur bëhen tendra për të blerë ilaçet skaduara me qëllim që të bëhet abuzim. Që të ilaçet duke qenë skaduara të shiten kosh plerave dhe të bëhet një tenderi. Nuk ka më iko e kohë që bëshin tendra për të fituar njerëzit lek e për të mbushur xhepet e tyre. Duke shkuar të gjitha të ardhurat në ekonominë shqiptare dhe në funksion të hapive të vendeve pune, do të mirëqenia e këtij vendi do të jetë akoma më mirë, do të jetë qytetarëve e të gjithë neve. Po me një borxh të konsiderueshëm ndaj FMN-ja deklaroi $570 milion sot. Po ta marrësh bashkë me këtë, afron baras me të ardhurat e buxhetit të shtetit për një vit. Por ky formalitet shumë shpejt të ndryshojë. Nuk janë të ardhur reale këto në buxhetin e shtetit. Nuk mlidhen si duhet të ardhurat. Datimet nuk kanë funksionuar si duhet. Doganat nuk kanë funksionuar si duhet. E gjithë në gjithë siç e tha zotëria, ne kemi një formalitet jashtë mase. Punëtorët paguhen me dy rroga. Një rrogë e pronarin nëpërmjet bankës, një pjesë tjetër e kështu, po nuk u luftohet ky formalitet, normalisht edhe vendi jo do të ketë probleme. Një pyetje. Si e komentoni premtimin e zotit Rama për një shëndetësi falas? Shërbim shëndetësor falas. Po. Shërbim shëndetësor falas. Është plotësisht e arritshme. Është elektorale ka fjalën apo është? Jo, nuk është elektorale. Do ta shkakoni shumë shpejt që shërbimi mjekësor do të jetë falas. Do ta ndinë dhe ta prekni pas pak kohësh. Janë të gjitha mundësitë. Duke hequr të gjitha ato abuzime që bëhen për spitale, është plotësisht e realizueshme që të jetë shërbimi falas. Sepse, siç u thashë pak më parë, janë miliona dollar stoqe nëpër magazina, të cilat janë bërë tendra për ilaçet që kanë mbetur në magazinat e private dhe kanë kaluar te shteti. Këto janë fondet që duhet për të pasur një mjekësi falas. Kështu kemi të bëjmë me një shërbim falas. Shërbimi do të jetë falas. Ne dakord ato gabimet janë bërë. Shërbimi, është drejt. unë ju garantoj sepse kryeministri për fjalën e dhënë do ta mbaj dhe ta shikoni dhe ta kemi të prekshme. Shumë shpejt ai jo më kot shkoi para të gjithë mjekëve të QST-s, u tha, jemi partner, duhet të ndryshojmë të gjithë imazhin mjekësisë shqiptare dhe të jemi në shërbim. Zoti Rama e ka treguar që ka qenë në shërbim të qytetarëve dhe ne do ta ndjejmë shumë shpejt që ai është në shërbimin tonë dhe të gjithë qytetarëve. Kjo kosto, përbën një kosto, kjo shërbim falas. Nga do mullohet kjo kosto? Duke mbledhur të gjitha, ta thash edhe një herë, të ardhurët, nga tatimet, nga taksat, nga doganat, është plotësisht e realizueshme. Ne vërtet kemi një shërbim të quajtur falas, por realisht ne nuk kemi shërbim falas sepse të gjithë shkojnë te mjeku dhe paguajnë lek në dorë. Kjo do të eliminohet dhe mbani më shpejt, nuk do të ketë mjek. Ai mjek do të dëshiron. punohet shpenzimet e shërbimit falas, po thonë. Janë të mbuluara nga buxheti i shtetit. Në buxheti i shtetit është zero, është me deficit $600 milion. Me do rrisit deficitit. Jo, nuk do të rrisit deficitit, po do të mblej taksat dhe tatimet të cilat nuk kanë shkuar në buxhetin e shtetit. Sa do rritje, tatim taksë do rritë 5%, do rritë 2%, do rritë 6%. Po janë 4% është norma më mjaftueshme për të kaluar. Është plotësisht e realizueshme. Ju ta kuptoni që është e realizueshme. Nëse të mbien taksat reale, jo që ka për investime, po ka edhe për mjekësi falas, edhe për shtror rrugë, do ta kuptoni shumë shpejt që modelin e qeverisë së Në fakt jeni kundër shtrimit rrugëve dhe borxhit publik, po
realisht janë Nuk thash jemi praktikat njora që nuk kudo kemi kanë funksionuar nuk për kemi një shërbim kundërshtrim të rrugë, e qytetare. kuptot gabimin ju. Zoti Rama nuk është kundërshtrim të rrugë. Tha nuk do shtrojmë as 1 kilometër rrugë, në qoftë se nuk kemi të ardhur në buxhet, po nuk e qeverisëm mirë, po nuk që një anvisë mirë, për të dhënë këtij shteti, për të treguar realitetin se s'janë financat tona, normalisht ai foli hapur. Unë desha se diçka, se u duk sigur u sulëm drejt kreditit neve. Jo, me qenë se ai ka marrë përsipër. Unë desha të shtoj diçka. Shiko, po ta marrim nga koha në propocion, do t'i themi 6 mujorin e parë të këtij viti, kur hym në fazën e fushatës elektorale me pjesën tjetër që jemi tani, që kemi një rotacion qeverie, do shikojmë që në 6 mujorin e parë të vitit, ose në pjesën e fushatës elektorale të këtij viti, shikonim një mjergull të zezë, ose shikonim një zymtim total të ekonomisë shqiptare. Po edhe kjo pati efektin e vetë, pra do të themi rotacioni politik pati dhe kjo ndikimin e vetë në ekonomi. Thjesht i dha shpresë, i dha frymarrje. Dhe realisht, po të flasim realisht, deri sot, mua më duket premtus kryeministri i ri i Shqipërisë. Më duket premtus, nuk më duket premtus se tha do shtroj 1 kilometër rruga, por nuk do shtroj 1 kilometër. Për mua duket premtus në ekonomi shqiptare në momentin që ai fillon të lufton informalitetin. Informaliteti fillon të ndërtimet pa leje. Informaliteti fillon atje ku kapen 4.000 ton, do të themi, naft që hyn në Shqipëri pa akcizë dhe kapen 8.000 ton naft bruto për të nxjerrë jashtë Shqipërisë, nuk nxirret asnjëherë dhe rimbursohet TVSH-ja. Pra, kjo është pjesa e informalitetit gallopant në Shqipëri. Nuk do ta quajmë informalitet ne tash se erdhi, e përmendi Fredi pak më parë, i dha gjysmë rrugës. Absolutisht. Shqipëria momentalisht do të them vetëm diçka. Pjesa e strukturës doganore në Republikën e Shqipërisë nuk funksionon. Pra, ose, do t'i themi, funksionon simbas zakoneve fisnore. Kjo është pjesa, nëse do arrihet të luftohet kjo, nga kryeministri i Shqipërisë, nuk ka nevojë, sepse ekonomia shqiptare, Vasfio tha pak më parë, sot mblidhen 20% të taksave në Shqipëri, dhe ne kemi një borxh $507 milion. Për një vit, sikur t'i mbledhin 100% do taksa, ti është bjetur 6 muajin e parë të vitit që do t'i mbledhin 100% do taksa, do shkruaj borxhin. Pra këtu gjenerohen të ardhur, nuk është se nuk gjenerohen të ardhur, nuk dihet se ku shkojnë, nuk kanë destinacion. Unë do ndorri pak në këtë pikë. Po ka një diçka tani, se në qoftë se Rama e tha në premtimin e tij, në programin e tij që do ul taksat e biznesit vogël, do të thotë që ka një ulje të madhe. Ka një kosto. Sa do le ti? Do ul taksa e biznesit e vogël do ta përjashtojnë atë taksa për inflacion. Përjashtoj biznes e vogël. Dhe biznes tjetër do tha sa do le ti? Ti mund ta çosh taksën sot 50% dhe mbledh 10% të asaj që të taksës, mund ta çosh 1% dhe mbledh 100%. Shumë aq do krahasosh ti mbledh 50% me 1% do është më madhe 1%. Nëse ti arrin ta mbledhësh në total këtë. Pra ti edhe jep frym biznesit për të marrë frym, ai merr punson, ecën, vazhdon me këmbë të veta. Ati gjeneron fuqi. Ndërsa nëse ti e çon taksën 50% sot, do t'i themi, dhe ja mbledh 5 vetave, 5% dhe 95% ti këtu lind informalitetin. Çfarë po duhet ta 50%? Ky është problemi, nuk është problemi në Shqipëri se këtu funksionon. Nuk është problemi se në Shqipëri. Po vjen keq, 5% e ka Maqedonia të vëshën sot. Sot Maqedonia ka 5% të vëshën dhe ka ekonominë më mirë nga neve. Këtë e diti? 5% e ka, nuk e ka 20%. Por, ama atje shteti funksionon, atje në fund vitit... Do ullë TVSH për disa produkte pushkimore. Po ne po diskutojmë... Okej, i marim gjerat të diskutojmë, i marim gjerat të mirëqena në letër. Po të them prapë. Pak më pare deklaroj me komentante, sot në Republikën e Shqipërisë mbledhen 20% të ardhurave. Ndërsa, po të them unë, nga tatimet, ndërsa unë do të them nga doganat nuk mbledh as 1%. Pra, doganat e Shqipërisë janë kthyer në institucione fisnore. Nëse ti ke dikë nga fisi, mund të mbarosh punën. Nëse nuk ke dikë nga fisi, ti ikën. Pra, nëse do themi që sot do vije në linjë, do luftohet korrupsioni, do luftohet informaliteti në tatime, në dogana, në institucione shtetërore që kanë të bëjnë me ekonominë, sot nuk ka problem. 1% çohet i taksën, ti je i bindur që kjo 1% nëse do ta mbledhësh 100% këtë, kjo 1% e arrin kryeministit të Shqipërisë që brenda 4 vjeçarit të laj borxhin dhe të ndërtojë edhe rrugë të tjera në Shqipëri. Ama duhet luftuar informaliteti. Ndoshta duke paraqitur në këto shifra alarmante ashtu siç edhe është realisht, ai është paraqitur shifra reale. Situata ekonomike dhe kërkesa për të ardhur FMN-ja për të monitoruar situatën jep mundësi, mendoj unë, qeverisë Rama për mos mbajtur premtime në lidhje me uljen e taksave, pasi dje që FMN urdhrat ose orientimet e FMN-s janë gjithmonë rritja e taksave.
Desha të them diçka që do të më falësh. Shiko. Të gjithë sytë e botës mbi Shqipërinë sot nuk janë drejtuar se Shqipëria ka një ekonomi në recesion dhe do themi do falimentojë si shtet. Të gjithë sytë e botës sot në Shqipëri janë kthyer vetëm një arsye kanë këto. Arsyeja vetme është vetëm pjesa e korruptive e qeverisë shqiptare. Pra këtu po mundohet luftohet korrupsioni në Shqipëri, jo ekonomia. Pra nëse në Shqipëri do arrihet luftohet korrupsioni, ti je i bindur që ky vend nuk kalon krizë ekonomike. Edhe në këtë gjendje që është sot, që po flasim në shifra alarmante për ekonominë shqiptare. Nëse do arrihet luftohet, prandaj edhe Evropa vjen këtu, nuk vjen siç shkoi. Po themi, kur shkoi Evropa në Greqi, shkoi dhe vuri disa sanksione. 1, 2, 3, 4 sanksione. Pra, sepse aty do themi që me të vërtet pati një formalitet. Por ama kriza ekonomike arriti në atë pikë sa që detyroi gjithë Evropën dhe Greqin kem. Ndërsa Shqipëria nuk e ka këtë pozicion sot. Shqipëria nuk ka pozicionin do të themi të rigjenerimit të ekonomisë. Ka problemin e korrupsionit në vend. Dhe kjo kërkohet nga Evropa sot të luftohet informaliteti, korrupsioni. Dhe ekonomia shqiptare mund të rigjenerohet shumë shpejt. Cili do të jetë çmimi? Cili do të jetë çmimi që do të vuajë shoqëria shqiptare deri në kohën e rimkëmjes ekonomisë ose stabilitetit ekonomik? Hapat të zhvillimit ekonomik sipas premtimit të bërë nga kryeministri, siç u tha dhe në fjalën e mbajtur në Parlamentin shqiptar, ju do ta shikoni sa shpejt do të ndryshojë Shqipëria, është reale. Sepse duke njohur të gjitha problemet në cilë vuan ekonomia shqiptare, ke mundësi që ta shërosh të plagë të ekonomisë. Duke njohur real, duke pasur dhe një mbështetje nga banka botërore, të cilit, si tha dhe zotëria, që nuk e shikojnë Shqipërinë që një vend që është në recesion, por si një vend që ku korrupsioni është kudo, dhe të gjitha investimet nuk shkojnë të rigjerojnë vende pune, por shkojnë për të mbushur xhepat e një pjesë të vogël të qytetarëve, dhe ato qytetarëve të cilët janë të ndershëm, po të një pjesë atyre që i krijojnë këto biznese. Prandaj, shumë shpejt, duke vënë efikas të gjitha taksat që mblidhen, do të hapen vende të reja pune. Normalisht qeveria do ndjekë politika për zhvillimin e këtij vendi, duke dhënë frym bujqësisë, duke ulur aksizën e naftës, duke bërë politikë bërje për nëpërmjet Ministrisë Bujqësisë, që të gjitha prodhimet vendas të jenë të certifikuara dhe të kapin tregun evropian. Normalisht, sot ka të drejtë ai fshattari, ai bashkëqytetari jon, të mos e mbyllit tokën sepse i kushton shumë herë më lart me të çmim që ka nafta. Kur në gjithë vendet e botës, për fermerët, prodhimi bujqësor mbështetet në subvencionime, por subvencionimet janë bërë në vendin tonë nuk kanë qenë të dhura, sepse Ministria e Bujqësisë nuk ka aplikuar si duhet për të shitur ky prodhim. Vitin e kaluar u prodhuan sasi e konsiderueshme ullinjësh. Ku ishte politika e Ministrisë Bujqësisë për shitjen e këtij prodhimi? Pavarësisht se për disa vjet u aplikuan duke dhënë subvencionime në mbledhjen e ullinit, por nuk u mendua për shitjen e këtij prodhimi. Normalisht, qytetarët u ndjen para një krize, sepse nuk shkryen dot detyrimet ndaj tregtarëve që ishin bler pesticide, ku ta shikoni që pesticidet në vendin tonë janë shumë herë më të shtrenjta se në gjithë Europën dhe prodhimet bujqësore shiten më lirë. Prandaj, duke ulur çmimin e pesticideve, duke vënë një aksizë më të ulët për naftën, normalisht dhe prodhimi bujqësor do të marrë frym, do të jetë më i konkurrueshëm në tregun evropian. Justifikon kriza ekonomike ndërhyrjen e qeverisë në ekonomi? Domethënë, është ky një mënyrë ose një mjet që përdoret për të ndërhyrë qeveria? Tani ku bëhet pjesëndrimi i durve të grupeve fitimprurse apo monopoleve atjera. Të gjitha këto e rrezikon këtu fakt? Të gjitha këtu, si thuaç, këto faktorë të ndryshëm, influencojnë negativisht në disa drejtime kryesore për rritjen e ekonomisë. Tani unë kisha një për probleme në aset, si thuaç, të rritjes ekonomike.
Për të rritur ekonominë kuptohet janë dy rrugë kryesore, mendimi im. E para është një borxhi. Marr borxh. Për të marrë borxh rrugë e parë dhe rrugë e dytë që e përcakton FMN-ja është rritja e taksave e tjera. Tani më e mirë është ajo që thotë FMN-ja. Rritja e taksave. Po premtimet e qeverisë. Një minutë. Unë e flet për interesin e vetë. Një minutë. Rritja e taksave, qartë, pritani. Kjo është për një afat shkutur, për një afat gjatë rritja e taksave, sepse do rish 2 vjet biznesi apo tjera ekonomia me një ashtu, pastaj do marrin zhvillim. Problemi është që dhe e dyta, mos të themi atje çfarë thotë FMN-ja, sepse nëse do themi atje ku thotë FMN-ja, kjo këtë kosto e vuan populli. Dhe e dyta, do a vuaj populli deri në 2 vjet. Ne këtë po themi. Po pastaj nuk e vuan më. Mos vemi atje ku vetë Të nivel. Të nivel nuk e vuan më. Do rritet. Dhe e dyta është marrja e borxhit. Tani të gjithë shtetet marrin borxh, kuptohet. Por borxhi tani duhet parë me atë sy që ky borxh që do të marrim, borxhi i ri që do të marrim. Çfarë efekteti do jetë? Çfarë rritje rendimenti do të ketë për të shlyer borxhin, po dhe për rritjen e ekonomisë. Pra, kjo është e rëndësishme. Ky është një afat shkutur. Ky borxh është afat shkutur. Por, po të vazhdojmë tej, ekonomia do bjerë dalë nga dalë, derisa të falimentoj. Prandaj me mira është... Nuk flasim për kushte propozimi parë. Ne flasim këtu, por do themi tash për një stabilizim të ekonomisë, nuk flitet më për rritje ekonomike, po flasim për krizë ekonomike momentalisht. Flasim për stabilizim të ekonomisë. Që të flasim për stabilizimin e ekonomisë, në këto momente, ne po themi që të merren reforma, ose qeveria shqiptare do të bëjë politika të tilla për ekonominë, që neve mos të hymë, do të themi totalisht 100% në vorbullën e FMN-s, sepse në momentin që hymë në vorbullën e FMN-s, atëherë FMN do ta përpozosh si një borxhli që kete deri në shtëpisë dhe çado që fiton ti ta merr në darkë, çado që fiton ta merr në darkë. Pra ti llogarit që të le pa ngren, pa pirë, pa gjë, pa tutje, pa tu. Kështu që FMN-ja këtë rol ka, kërkon lekun e vet, duke mos e marrë në forma ndryshme vjen të rri këtu. Okej, ne themi që të krijohen kushtet, të krijohen politika nga qeveria që kjo mos të shkojë deri te FMN-ja. Por të bëhet politika, luftojnë formalitetin më burrë. Një, e dyta, unë s'e kuptoj. Shiko, sot në Greqi vetëm, në bankat e Greqisë flen 6 miliardë euro të shqiptarëve. Pra ky është një do të themi një shifër që është marrë para disa kohësh që kanë nxjerr gazetat. Mos gabofsha. 6 miliardë euro. Në vitin 2001, Turqia jetoi të njëjtën krizë ekonomike. Pra, kaloi në devaluacion, ku falimentuan 27 banka. Po kryeministri që është edhe sot e kësaj dite, kryeministri Tayyip Erdogan, doli me një premtim. Tha, do rrisim ekonominë, po si rritet ekonomia? Ka filluar rritjen e ekonomisë duke thënë një premtim të vetëm, tha. Për të hapur vende do gjenerojmë vende pune, tha, me 15.000 kilometër rrugë që do shtrohen në Turqinë, autostrada. Pika e parë, pika e dytë. Detyroi të gjithë turqit e vetë që kishin emigracion, detyroi me politika, nëse nuk mund ta detyroi me forcë, po bëri politika të tilla që të gjitha kursimet e turqëve që ishin në emigracion i mori drejt Turqisë. Dhe kur ka shkuar FMN-ja ka propozuar që ka qenë një shifër reale rreth 25 miliard dollar për kalimin e situatës, atëherë ai tha që unë 25 miliard dollar i kam marrë. Nuk i kishte marrë borxh, i kishte marrë nga njerëzit e vet. Kështu që këtu nuk ka politika. Që ti kur ty sot emigrantët po të vinë, dhe ti po i ndjek më çdo drejt. Ti nuk po i krijon kushtet e favorshme, po s'mund të krijosh kusht të favorshëm ti një biznesi, do të themi një emigrant që kërkon të bëjë investim në Shqipëri duke ia çuar taksën 20-30%. Po ti duhet të uftosh formalitetin në fillim. Dalë se ky ka ardhur nga Greqia, ky ka ardhur nga Italia, ky ka qenë në Shqipëri. Çështja është ky që duhet të fillojë sot biznesin nga fillimi, ky duhet të ketë lehtësirat e veta. Me patjetër duhet të ketë lehtësirat e veta. Këto janë politika që bëhen. Ai duhet ta sjellë kapitalin në Shqipëri. Çfarë lehtësie mendon që biznesi të jepet kiteci? Po jashtë nga çfarë Unë do të them diçka. Unë sot e kam. Vjen hapësira ose klimi miqësor. Ai sa është para i vogël. Dhe mua kur thuhet që shiko, do falim taksat, mua vjen për të qesh. Unë e di çfarë them shtetit. Mua mos ma fal taksën. Mua ma merr taksën. Por në fund fare më jep, jo, mos ma ul. Lëre këtu ku është në këto nivele. Sepse e përballoj. Por ti duhet bësh një diçka. Ti duhet më mbrosh. Mua.
realisht, sot, po flasim sot, unë merrem me frutat e perime. Unë fus frutat e perime ku paguaj doganën, paguaj detyrimet të shtetit, paguaj taksat të gjitha. Pra çdo gjë kam mbuluar. I paguaj të gjitha të sakta. Tash i merr referencë pa referencë. Nuk do flasim. Ato i ka çuar shteti, se kam çuar unë. Në këtë pjesë, kjo është pjesë tjetër. Mirë po, shikojmë sot, unë bie një makinë 20 ton mall në mënyrë informale. Në Shqipëri ti je i bindur hyn të paktën 150 ton mall nëpër doganat shqiptare. Hyn kamioçina. 150 ton mall. Do të themi duke filluar që nga limoni, që nga portokalli, që nga mandarina, që nga patatja, që nga rrushi, e të gjitha këto. Atëherë ti duhet ta luftosh se ti mua po më vdes. Ti mua po më vdes. Mua po vjen në vështirësi se unë nuk po e shes dot, unë kam marrë me taksë të rregull, po të paguaj taksat. Një, e dyta, po themi që në Republikën e Shqipërisë sot duhet të ndihmuar fermeri. Apo jo? Ndihma e parë e fermerit është që qeveria shqiptare jep një subvencionim. Okej, është e vërtetë, ka dhënë një subvencionim, po e ka dhënë të paorientuar. Pra nuk mbyllet ullirin në muzike. Është i paorientuar. Thjesht mora këto lekë e ti janë. Pra duhet të kishte orientim të caktuar që kjo bëhet këtu gjitha gjërat. Okej, dhe këtë e bëm. U bë bujësia, më falë. Drejt janë kriteret e përzgjedhjes janë të gjitha. Okej, nuk është e vërtetë ajo. Nuk është zbatuar. Nuk është zbatuar, ose e dim të gjithë tash që i parë. Por po flasim pjesën tjetër. Unë jam pjesë e tregtisë të këtyre fruta perimeve, që sot prodhohen në Shqipëri. Atëherë unë nuk po të kërkoj ty mul taksat, por po të them që në momentin që unë kam një eksport jashtë, mua ligji më jep rimbursim. Ti më jep këtë. Mua. Unë nuk bie në vështirësi asnjëherë me tregun jashtë. Po flasim në përgjithësi pra. Po flasim qoftë për fasonët, qoftë për prodhimin e madh, qoftë për bujqësinë, për të gjithë. Atëherë ti duhet ta rimbursosh, se ti në rast se mua më rimburson në një moment kritik, unë këtë produkt që do ta marr nga zotëria për mos t'ia lënë, për mos t'u prishur, për mos ta lënë këtë në vështirësi, do t'ia shes me atë çmim. Ama di që nesër shteti do më rimbursoj mua pjesën që më ka dhënë 5%. Ata politika të vogla që vet biznesmeni zgjedh rrugën. Si janë politika të vogla, po çu ta zgjidh kam unë, nuk marr rimbursim. Ne po flasim për politikat shtetërore, qeverisë në lidhje me kapërcimin e krizës. Është një bosh publik në shifra. Shikoj, në lidhje me kapërcimin e krizës ka vetëm një emër, lufto korrupsionin dhe mbaron gjithçka. Ule nivelin e taksës ta çoj 1%, ta mbledhë taksën 100% për një vit del nga kriza, lan tara borxhet, s'ka asgjë. Shqipëria është vend që gjeneron ekonomi, nuk ka. Prodhimi i brendshëm bruto është rreth 930 milionë euro. Që të kalohet kriza ekonomike janë dy forma, ose të rritet prodhimi i brendshëm bruto, ose forma tjetër të zvoglohen shpenzimet qeverisë. Kjo e dyta ngushton dhe hapësirat për krimin e vendeve të punës, domethënë është pjesë e krizës. Si e mendoni se mund të kalohen me të dyja format, apo qeveria do të gjejë një tjetër model duke përjashtuar nga këto dyja për të mbajtur premtimet e saj? Unë kam gjithmonë fjalën te kriza lidhur me premtimet, sepse edhe tema ishte kriza ekonomike e sfidë për qeverinë. Okej, po të referohemi pikës parë, që të rrisë prodhimin e brendshëm bruto, atëherë bie version që kryeministrit që ata nuk do shtrojmë asnjë me rrugë, mbase po e themi kështu, po asnjë me rrugë se unë nuk kapa me këtë tash. Po janë dy rrugë, kaluar krizë ekonomike. Ti je biznes po je edhe ekonomist. Po ta sqaroj, pra ata po të sqaroj. Nëse do themi do rrisë prodhimin e brendshëm bruto, për të kaluar krizën ekonomike, atëherë bie totalisht versioni që nuk dëshoj asnjë kilometër rrugë, sepse nëse ti nuk gjeneron, atëherë nuk ke si mund të arrish prodhimin e brendshëm bruto. Dhe pika e dytë është shkurtimi i shpenzimeve, qeveritë. Dhe pjesa e dytë shkurtimi i shpenzimeve. Shiko, që të thuash në një shtet shkurtimi i shpenzimesh nuk do të thotë që ti të presësh nga dietat, nga paga, nga nafta apo nga këto qeveritarë. Ka plotën e punës të paguajnë kot. Kjo është, e di kush është pjesa e shkurtimit të shpenzimeve? Është ajo 1.3 miliard dollarë që Ridvan Bode e pranoi që ka dalë jashtë, por nuk e di ku ka vajtur. Kjo është pjesa e shkurtimit të shpenzimeve. Nuk do se këtu është pjesa, do të themi, pjesa delikate e politikës që i orienton, krizat i orienton në drejtimin e gabuar dhe njerëzit merren pasaj jo me naftën, jo me dietat, jo me pagat, jo me rrugat, jo me makinat. Ka gjepa sa të duash. Ai e pranoi që kanë dalë 1.3 miliard dollarë nga Shqipëria në mënyrë informale, po se ku kanë shkuar nuk e di. Dhe kjo do të themi, për ministrin asaj kohë ishte gjëja më normale që mund ndodhte. Sepse në Greqi ndodhi 600 miliard dollarë, në Shqipëri ndodhi me 1 miliard ai, 1.3 miliard. Po ti kaq gjeneron. Pra këto janë shpenzime operative. Kjo është pjesa. Kjo është pjesa. Jo, kjo është pjesa korruptive e qeverisë. Kjo është pjesë shpenzime operative 1.3 miliard dollarë. Janë shpenzime operative që ultime dieta tjera që kanë vajtur jashtëzakonisht lart. Normalisht po nëse do luftohet ky informalitet, normalisht edhe të ardhmë buxhetin e shtetit do të rriten. Normalisht duke dhënë frymë edhe mjaft bizneseve të huaj nëpërmjet fasonëve, të cilët
për të qenë sinqert, nuk paguan, nuk rimbursohet të vëshaja në korën e dur. Duke mos u rimbursuar të vëshaja në korën e dur, ata nuk kanë mundësi të gjirojnë vende pune, të mbajnë punonjës, të bëjnë makineri të tjera. Pavarësisht se qeveria për ta premtim që ne do kush investon mbi $50.000 në Shqipëri, do të ketë falas të gjithë pa të vëshë, realisht nuk u zbatua. Sepse po të ishte zbatuar, normalisht edhe fasonët do të kishte investuar, do të kishte vende të reja pune. Po vende të reja pune normalisht cilëntarën në buxhetin e shtetit, sepse taksohen, ka taksa. Por duke qenë real, duke parë ekonominë siç është realitet, duke luftuar këtë formalitet, siç thanë edhe zotërin parafolës, buxheti i shtetit ka hapësira për të krijuar jo vetëm të ardhra, për të shlyer edhe detyrimet që ka ndaj palëve të treta, por dhe për të futur në buxhet, për të shlyer borxhin. Normalisht jemi të gjithë, duhet ta shikojmë shumë shpejt që ndryshim do të ketë. Ju e keni parë që qeveria Rama me një aksion me njëherë ndërpreu i formalitetin në prerjen e pyjeve, pavarësisht se ekzistojnë lidhra polici. Normalisht, të gjitha këto, i formaliteti këtë lëndë ndrysore shitesh në treg, merresh, po nuk kesh pasuri kombëtare. Janë të ardha që sillen buxhetin e shtetit, të cilat nuk shkojnë atje ku duhet. Realisht situata, nëse problemin ekonomik të vendit, kryeministri e njihte se gjatë fushatës, ai tha që është një borxh publik rreth 900 milion euro, ndërkohë që FMN përcaktuar rreth $600 milion. Po 570 edhe 400 milion dollar. Dhe në programin e tij të emërtuar Rilindje kishte planifikuar dhe rrugën e kapërzimit të gjendjes së vështirë ekonomike. Ndërkohë që tash e ka kapur paniku. Absolutisht, e keni gabim. Ju gazetarët e keni detyrë që të bëni tilla pyetje, të vini para përgjegjësisë kryeministrit e vendit. Jo, nuk është problem. Ne jemi të interesuar për kapërzimin e krizës. Ne duhet të flasim qytetarët që ky vend bëhet nëse ne do të shikojmë një tjetrin në sy, do të jemi realist për një ekonomi që kemi, do të punojmë të gjithë së bashku për të luftuar të formalitet dhe në të luftuar të korrupsionit, të cili gjithë bota po përpiqet që të gjetë në ekonomia shqiptare. Mundësi dhe rrugët janë. Të gjithë i njohim. Dhe realisht ky vend shumë shpejt ka për ndryshuar. Unë kam besim të plot, dhe ju do të keni besim të plot, por nuk do të kërkojmë një kryeministër i cili pak ditë që ka marrë qeverinë, ka një program të detajuar me specialist, ju e shikoni që ka sjellë një frymë të re, si në doganat, si në tatimet. Do të thoni ju që nuk kanë eksperiencën e dur, por mos shikoni nga eksperienca, shikoni se çfarë do të ndryshojnë shumë shpejt këta persona që në ndërtetime. Po, megjithatë do t'ja lëm kohës. Normalisht do të jemi përsëri këtë sta provuar. Për ata qytetarë që janë të interesuar, mund të dërgojnë SMS në numrin e publikuar në ekran, në lidhje me temën e diskutimit, pra kriza ekonomike sfidë për qeverinë. Zoti Balla, mendoni se kriza ekonomike është shkak i krizës globale, apo është përqasja e saj me mungesën e politikave apo modeleve të aplikuara nga qeveria? Këtu dalin dhe drejt për drejt në ato që ju keni thënë deri tash, qeveria s'ka punuar, s'ka bërë, apo e ka keq menaxhuar fondin publik. Ekonomia jonë deri në vitin 2009 ka qenë situatë e paprekur. 2008-2009 ka qenë e paprekur nga kriza. Me shpalljen e krizës botërore financiare, situash disa shtetet sidomos e fqinjit, u pa më shpejt kjo. Pa tjetër, kjo krizë botërore ka influencuar, e ka dhe influencën e vetë edhe në ekonominë e vendit tonë. Pavarësisht nga modeli ekonomik që pati qeveria paraardhëse, qeveria që la
po shtetin, ai model ekonomik ndo që ishte i përshtatshëm, edhe solli rritje, themi atë realitetin, solli rritje, pavarësisht nga ritmet e rritjes pasaj që u nga dalsuan. Po, këtu një faktor i rëndësishëm ka qenë edhe kriza botërore, kriza globale, që preku shtetet më të fuqishëm, më të organizuar dhe më të zhvilluar, se sa shteti jonë. Ndikimi i kësaj krize në rritjen e borxhit publik? Ndikimi i kësaj ishte njëherë në radhë parë, filluan me qenë se kriza erdhi, si thua, e shkallëzuar, edhe të ne borxhi publik detyrimisht nuk po realizoheshin edhe të ardhët. Ritmet e rritjes nuk po rriteshin. Do me thënë, nuk ishte rritje ekonomike të larta si që kishte. Detyrimisht, ku nuk realizohet ritmet ekonomike, detyrimisht do miret borxh për të mbuluar shpenzimet. Sepse të ardhët nuk po realizohen aq sa ishin. Nuk mbuluar shpenzimet. Detyrimisht do marrësh borxh. Kjo është ajo që borxhi ka arritur nga vitin vit, merë borxh, shloj borxhet, merë borxh, shloj borxhet. Por, unë e thash edhe për parë, unë e thash, borxhi është akumuluar. Po, në varet tani se si është përdorur ky borxh, qa efekti ekonomik ka dhënë, qa rendimenti ka dhënë. Pra, nuk ka dhënë atë rendiment, apo atë efekt ekonomik që ky borxh, ose kjo rritje ekonomike, apo këto të ardhët të realizojnë. Efekti është zero. I borxhit marrë deri sot 4 vjeçarin e dytë të qeverisë Berisha, sepse ai borxh u deklarua që doli jashtë dhe nuk dihet se ku shkoi. Pra, efekti ka qenë zero. Po ti do referohemi pyetjes që. Mund ta themi efekti zero. Po efekt zero më përse. Qoftë ti do rrim me këtë vend, efekti zero. Infrastruktura e vendit. Infrastrukturën e vendit, të gjithë firmat private, të cilat akoma sot nuk kanë marrë lekë. Jo, po ndërtua pavarësisht nga borxhi, është shumë e drejtë. Po ti referohesh pyetjes, nuk kanë shkruar. Nuk i ndërtoi qeveria rrugë, ndërtoan firmat private. Po, firmat private. Po ti referohemi pyetjes që a ka ndikuar kriza globale apo është një kriza globale ka ndikuar patjetër. Shiko, për mendimin tim, kriza globale ka ndikuar thjesht në anën psikologjike të ekonomisë shqiptare, se drejt për drejt nuk e shikoj se ka ndikim. Ka ndikuar sepse Shqipëria vetëm mbahesh nga eminencat e të gjithë emigrantëve. Po mos ishin eminencat e emigrantëve, qeveria para shumë kohësh normalisht do të kishte probleme. Po janë dorë eminentë. Besueshmëritë e emigrantëve që ti marrësh po normalisht duke mos parë elemente. Po pse ne po flasim për kriza ekonomike. Patjetër është kriza. Pavarësisht sepse një qeveri e mirë është që si ishte nga kriza, remitancat, atëre, do të them, remitancat kanë rënë, nuk ka qenë shkak kriza ekonomike në Shqipëri që ranë remitancat, po ka qenë frika dhe mosbesueshmëria e njerëzve për të investuar lekë në Shqipëri. Ose pamundësia financiare e emigrantëve për të... Mundësi kanë patur plot për të cilë lekë si kanë sjellë në Shqipëri kanë frikë. Sepse në Shqipëria arriti 2 vjetet e fundit apo 4 vjetet e fundit arritën një pikë që njerëzit mendonin kemi njerëzit tanë, por që kanë lekë nga Greqia, na më thoshin telefon hiqi lekët do t'i marrin Greqi pse u hap llafi po falimentojnë banka. Pra, këtu kjo është totalisht mosbesueshmëri. Për mendimin tim s'ka të bëj fare ndikimi i krizës globale në Shqipëri. Nuk ka ndonjë lidhje drejt për drejt. Unë mendoj që nuk është e vërtetë ajo vetëm ajo që thua besueshmëri. Por në vendin fqinj dihet që edhe këta lekët akoma emigrantë akoma si kanë marrë, që kanë punuar me vite të tëra atje dhe si kanë marrë akoma. Kuptohet për shkak të krizës. Të gjitha i kanë, ke 6 miliard dollar deklaruar nga Greku. Ne kemi fakte, pra po 6 miliard dollar. Mund të jenë bankat e Greqisë, po janë bankat e Greqisë atëherë bëj politika meri. Bëj politika dhe meri. Bëj politika dhe meri. Janë bankat. Nga kriza s'ka dhënë krizës se është borxhi i madh publik. Domethënë, ajo është një pjesë ose një element i një qeveri që të jetë qeveri e mirë, duhet që të planifikojë një buxhet, i cili ky buxhet të mendoj që të vjetë në funksion të shlyerjes së borxhit dhe të hapjes së vendeve të punës. Ju e pat, sidomos 2 vjet e fundit, kjo qeveri shkoi, jo vetëm që nuk hapi vende pune, po mbylli me qindra vende pune. Sepse i detyroi të gjithë bizneset, të cilët kishin merrin në tendra nëpërmjet qeverisë, nuk u shlyen, detyruan që të falimentojnë. Po duke falimentuar bizneset private, u mbyllën vendet e punës. Kështu që
dhe borxhi nuk u shlyhe, u thellua akoma më shumë. Ka mundësi konkrete për aplikimin e paketave antikrizë në funksion të rimëkëmjes së ekonomisë brenda periudhës një vjeçare, pasi gjatë kësaj periudhe ka shumë pjesë të programit qeverisës të cilat duhet gjenë realizimin e plot, ose duhet gjenë dritën e zbatimit. Unë mendoj se qeveria nuk pati situatat aftësinë e saj profesionale për të ndërtuar një paket antikrize, por gjithmonë me mendimin se Shqipëria nuk është në krizë. Ky është mendimi i qeverisë, Shqipëria nuk është në krizë. Edhe me qenë se nuk është në krizë, nuk është e nevojshme shumë të marrim edhe këto, edhe prandaj nuk ka marrë mendimi im profesional është kjo, se gjithmonë qeveria në debate edhe jashtë, ne jemi vendi parë, jo vendi parë, po në Eurozonë që nuk kemi pësuar recesion, nuk kemi pësuar ullje të ekonomisë. Edhe duke patu këtë eufori, qeveria nuk ka marrë një paket antikrize për të luftuar. Ai tha që kryeministri i parë tha që ka qenë defekt e qeverisë. Qeveria gjermane do të marrë shembull nga qeveria shqiptare se si ka bërë zhvillimin ekonomik. Kur shikojmë sot që rritja ekonomike sipas në menaxhimit të borxhit, ai ka marrë, ka investuar në interes qytetarëve. Shqipëria i ka të gjitha Janë bërë potencialet. rrugë, janë bërë investime në sistemet kulluese, të tokave, në hidrollor. Shqipëria i ka të gjitha potencialet për ta kaluar krizën ekonomike. Cilat janë? Po flasim potencialet, potencialet e prodhimit, potencialet e, do të themi, të shfrytëzimit, qoftë nën toka, qoftë mbi toka, qoftë Pasuritë dhe resurset. Të gjitha pasuritë dhe resurset, në qoftë se do shfrytëzohen, Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për të kaluar krizën ekonomike. Kjo do thjesht vullnetin e kryeministit, vullnetin, dëshirën, por do dhe pjesën radikale të tij për të zbatuar këto. Rama ka thënë se pjesën radikale do ta udhëheqë vetë luftën. Jo, pjesa radikale e kryeministit është kjo. Do luftojmë korrupsionin, të luftohet korrupsioni. Pra, nëse do fillojmë përsëri, hiq të PD-s, çot PS-s, hiq të PS-s, çot PD-s, ky është nëse do flasim me ngjyra politike, prapë nuk ka për të bërë gjë, këtu ku jemi do rrim do të vazhdojmë. Ke shpresë, nuk ke shpresë? Unë shumë shpresë, realisht. Po, zoti Musa. Shumë shpejt ky vend nëpërmjet politikave të qeverisë dhe programit të qartë, të detajuar, shumë shpejt do të dalë nga kjo krizë që mendohet që është, sepse qeveria ka planifikuar një program të detajuar, ka pasur mundësi dhe kohë, ka thirrur specialistët më të mirë për të gjitha fushat, se si do të krijohet të ardhurën në buxhetin e shtetit. Dhe shumë shpejt ju deklaroj sepse jo vetëm që do të ketë rritje ekonomike, do të ketë vende të reja pune, por dhe shërbimi shëndetësor, siç pyeti zoti Japon pak, do të jetë falas. Po. Unë mendoj se qeveria që ka pushtetin me ato premtimet që ka marrë dhe sipas programit, unë mendoj se ecësuria nuk do të jetë e menjëhershme, do jetë e ngadalt, sepse edhe faktorët ekonomik e shoqëror nuk janë atë stad që qeveria të përmirësoj rrejsisht. Nuk ka mundësit potenciale financiare e tjera. Ne, a i po merë borgjë, po rritë borgjën, tani qeveria, për të shlyur borgjën, që ka shteti apo qeveria bashme për këto. Pra po merë borgjë. Duket forme pa drejtë e menaxhimit. Për mendimin tim, dohet e ngadalt. Mendimi im personal dohet rritje e ngadalt. Nuk do jetë. Normalisht që do ketë pjesë e rritjes ngadalt, sepse po flasim marrjen e borxhit, për shlyerjen e borxhit dhe për dhënien e frymit të ekonomisë. Po unë desha të shtoj diçka në lidhje me të që tha zoti Muskaj. Pra, po të marrësh, shikosh programin e Partisë Socialiste, qoftë gjatë fushatës, qoftë pas fushatës elektorale, pra gjitha ato, kjo është pjesa shpresdhense për rimëkemjen e ekonomisë. Thjesht duhet të dihet që kjo do të ngelet në pjesën e makazhit të premtimeve apo do të vihet në zbatim. Dhe për këtë tash pak parë që kjo do të jetë pjesa radikale e kryeministrit ta udhëheqë vetë të mision.
Pra ju Nëse mendoni nuk se arrin ta do të udhëheqin, shtyhet në kohë realizimi i premtimeve, por do të realizohet nëse do shfrytëzohet pjesa radikale për të zbatuar atë program që ka parashtruar, për mendimin tim është i arritshëm. Nëse do jetë pjesa radikale në mes, për ta udhëhequr vetë këtë mision. Vetëm ka një rëndësi të veçantë që duhet marrë reforma Radikale. shumë të forta. Normalisht, po së morë reforma nuk... Mua dhe ty s'na dhem gjithmonë, por do të mendojnë ata që mundojnë të bëjnë korrupsion në këtë vend. Këte po themi të luftoje. Në rregull, Nuk kupton, ai po e bëri këtë, atëherë kjo nuk mund të themi reformë kësaj neve. Kjo është zbatim i ligjit, kjo është zbatim ligji, nuk Ne nuk është bëjmë për reformë. ligje, ne bëjmë për zbatim Ne për ligje. ligjet janë, se Për të bëjë radikal. zbatojmë Po që radikal për zbatimin e ligjit, marrë reforma radikale në strukturë ekonomike. Po Në ato strukturë, për të kanë gjithë pasur dekët të ekonomike. dhënshme ato reforma. Absolutisht. Pse Si pas absolutisht. Pse bën korrupsion ti do të hiqë nga puna ne do të fusin për ka pasur dimsh, nuk ka për ty, se ka për mua. Reformim konsidero diçka tjetër, jo e këto di. Reformat Nuk flasim për reforma, po flasim pjesën radikale të zbatimit të ligjit, që këtu ligji nuk ka munguar asnjëherë. Të dihet, po. Nuk ka funksionuar ligji, mbyrë se ka munguar ligji, s'ka funksionuar. Ka munguar, këtë po themi. Nga ana formative e programi nuk ka asgjë mangur. Pra me atë program që ka nxjerr kryeministri i Shqipërisë aktuali, zoti Edi Rama, Është realizueshëm. do të thotë që është realizueshëm në rast se ai do të jetë pjesë radikale e zbatimit të ligjit, pra po themi luftën antikorrupsion. Informalitetin. Nëse nuk arrin këtë vetë, që të udhëheqë mision, këtë mision të udhëheqë vetë, kjo është e parritshme. Tani është një pikë korrupsioni, por nuk është vetëm për korrupsioni që Po pra atë i thash, reforma Nuk është profesion diçka tjetër nuk është reformim institucional, ligjor. Normalisht, domethënë duhet të gjithë të ligje, të cilat ekzistojnë, duhet të jenë në shërbim të ekonomisë, të jenë të zbatueshëm në kohën e durë dhe në vendin e durë. Normalisht ne nuk kemi vuajtur ndonjëherë për ligje, kemi vuajtur pas zbatueshmërinë e tyre drejt praktik. Unë ju falenderoj që ishit në studion e televizion të Apollon. Të nderuar shikues, këtu emisioni Ballafaqimi ka përfunduar, diskutuan për krizën ekonomike, për modelet që do të ndjekë qeveria për kapërcimin e kësaj krize dhe rikthimin e dinjitetit ekonomik të vendit tonë të Shqipërisë. Diskutuan për modelet dhe për hapësirat që do të krijohen për sipërmarrjet në funksion të vënies së eficiencë dhe rritjes së standardit ekonomik të jetesës. Unë ju falenderoj që na ndoqët, falenderoj dhe të ftuarit e vinë studio. Natën e mirë dhe miru pafshim në emisionin e radhës. Natë e mirë. Ballafaqim. Një emision me karakter investigativ. Në studio me shumë të ftuar, politikan, intelektual dhe qytetar të thjesht, ku do të vendosen përballë në raport me të vërtetën, premtime, fakte, analiza dhe realizime. Ballafaqim nga Besnik Sulejmani.